Përshëndetje, fillimisht ju kërkojmë ndjes, po për shkak të një aksidenti trafikut që ishte në afër stadiumit, mbetëm bllokuar në trafik për pothuajse 50 minuta dhe për atë u vonuam konferencë. Përndryshe siç po e shihni me ne selektori Franco Foda dhe futbollisti Arenet Murit që janë të hapur për pyetjet tuaja. Mundësisht të fillojmë me Aron që të përgatitet më pas për stërvitje më njëherë. Aro, you're having a very good shape with the club. How happy are you with your shape and what's the result you expect from the tomorrow's match against Slovenia? I'm very happy with my performance and I accept the win tomorrow, so we'll do everything to win the game. And I think we're in a great shape to do it. Jam shumë I lumtur me formën time, nesër pres fitore, nesër ekip do të bëjmë gjithçka për të marrë fitore në këtë përballje dhe shpresojmë se do të marrim fitore. Aro 5 vjet më herët kemi përballë me Sloveninë, po shohim edhe gjuhën ka kanë mbeti pas pandemisë në rrethana të tjera. Çka sto është zhvillu Kosova për asaj kohe edhe sa jeni të bindur realisht që mundi të bëjmë këtë Slovenisë. I don't know, 5 years ago we played Slovenia as well here. If you remember, it was the pandemic time, but since that time, how much Kosovo has developed as a national team and how ready are we to face a strong team as Slovenia tomorrow? As we saw back in time, we had great results, we developed, everyone improved, we have new players, younger, fitter, and playing in better leagues. So I think we improved a lot, and we have a great opportunity to show this tomorrow. And yeah. Nëse kthehemi në kohë dhe shohim zhvillimin tonë, besoj që gjatë këtyre viteve jemi zhvilluar mjaft shumë, mund ta keni parë edhe ju, kemi futbollistë tashmë në liga më të mira, futbollistë që janë më të gatshëm, ndoshta edhe në formë më të mirë dhe fizike, prandaj besoj që përparimi I skuadrës gjatë kësaj periudhe për dallim prej atëherë është dukshëm më I madh dhe ne kemi një rast ideal për ta shfaqur këtë përparim në ndeshjen e nesërme dhe shpresoj se do të bëjmë diçka të tillë. Sanoli nga Digital, Aro kanë ardhur disa lojtarë të rinj si në mespush ashtu edhe në mbrojtje. Dihet më I sigurt në port Aro tashmë me disa lojtarë mjaft cilësor që janë bashku ekipit. Aro, we have some new players on defense and on midfield. Do you feel more secure in the goal with those new quality players that we have in defense and midfield now? I always felt comfortable playing with my teammates, so it all depends on them, how they make me feel. On the day they play, how they perform. So it all depends on the day, but I feel grateful to have them in the team in front of me. And yeah. Gjithmonë jam ndjer I sigurt dhe komod me bashkëlojtarët e mi, me ata që kanë luajtur në fushë para me, normalisht që ndonjëherë paraqitja varet edhe prej momentit, varet edhe prej ditës, në disa ditë ata mund të ketë qenë në formë dukshëm më të mirë dhe e kanë bërë më të lehtë punën, disa ditë jo, por gjithmonë jam falendërues për punën që ata e bëjnë në fushë para me për ta bërë më të lehtë punën time. Aro, Slovenia ka lojtarë të jashtëzakonshëm në ajër si Sheshko dhe Vipotnik, a keni marrë masa që ta mbroni zonën tuaj, sidomos në lojën ajër nga kundërshtari, dhe një pyetje tjetër që lidhet me atmosferën, biletat për këtë ndeshje janë shitur më një herë, po ashtu në ndeshjen e kaluar kundër Suedis ishte atmosfera që pati një impakt. A prisni që edhe këtë ndeshje të jetë publiku ai që do t'ju ndihmojë të shkoni në një tjetër nivel loje? There are two questions actually. The first question is that Slovenia has a lot of quality players, especially in the high balls, players like Sheshko or Vipotnik. Are you ready and are you prepared to face them on this sense? And the other part of the question is that
Against Sweden, the team got a lot of support from the stands. So also for this match, the tickets were sold out immediately. How much this can influence on the performance on the team, the support that you get from the fans? For the first question, yeah, every national team has great players, and I don't think there is something special. So I don't see that. And for the second question, yes, of course, the support in the stadium has been great, and I think for every player they give us the extra bit, and it's very important for us, and they've been here every time we played. So Sa I përket pyetjes së parë, mendoj që secili ekip kombëtar ka futbollistë të mëdhenj, ka futbollistë kualitativ, ashtu besoj që është edhe me Sloveninë, nuk besoj që ka diçka ekstra se për të veçuar për këtë përballje, kurse sa I përket pyetjes së dytë, po absolutisht që edhe në ndeshje me Suedinë, por edhe në ndeshje të tjera kemi pasur përkraje të mëdha nga publiku dhe kjo na bën gjithë secilin prej nesh të japim diçka më shumë, që të shfaqim diçka më shumë prej formës sonë dhe jemi falënderues për publikun që na ka përkrahur edhe më herët edhe në ndeshjet e kaluara. Edhe një pyetje për Aron në lidhje me portierin Oblak. Bajrami është një nga portierët më të mirë në botë të vlerësuar së fundmi. Çfarë mendimi ka Aro që do ta ketë, po themi, në portën kundërshtare këtë portier? Aro, a question about the goalkeeper of Slovenia. Jan Oblak is obviously one of the best goalkeepers in the world. What are your thoughts about him, and what's the feeling playing against one of the best goalkeepers in the world? yeah, of course, he used to be one of the best goalkeepers in the world, and he's still a legend, but I hope tomorrow we can shoot some past him and win the game. So, yeah. Po absolutisht besoj që ka qenë edhe mbas mbetet një prej portierëve më të mirë në botë, akoma mbetet një prej portierëve legjendar, por shpresoj që në ndeshjen e nesërme do të jemi në gjendje të shërojmë disa gola dhe ta fitojmë ndeshjen, dhe për mua vetëm kjo ka rëndësi. Nëse s'ka pyetje tjera për Aron, e kishim liruar që të përgatitet për stërvitje se nis pas pak minutash të vazhdojmë me trajnerin. Okej. Vazhdojmë me pyetjet për selektorin.